Qyteti i Gurt vijon të mbetet një nga destinacionet më të rrejtëse turistike në vend. Historia, arkitektura karakteristike, tradita dhe bukuria unike e Gjirokastrës kanë bërë që edhe këtë verë rrugicat e saj të mbushen me vizitor nga vende të ndryshme të botës. Në çdo cep të qytetit dëgjohen gjuhë të ndryshme, ndërsa turistët të shijojnë atmosferën e veçantë të kaldrëmeve, banesave karakteristike dhe trashëgimisë kulturore që e bën Gjirokastrën të dallueshme. Jemi nga Italia dhe kemi vizituar edhe Vlorën, por Gjirokastra më duket tepër e veçantë, që nga arkitektura, atmosfera dhe deri tek mikpritja. Po më pëlqen shumë atmosfera e mbrëmjeve, sepse ka kaq shumë gjallëri dhe turist. Më pëlqen të shikoj rrugicat antike të mbushura me njerëz. Për mua është hera e parë që vi këtu. Ma sugjeroi një mikesh dhe shijuam tepër këtë eksperiencë. Mendoj se do ta vizitojmë përsëri Shqipërinë dhe konkretisht Gjirokastrën bashkë me të afërmit tanë. Është hera ime e dytë që vi në Gjirokastër dhe çdo vit po bëhet akoma dhe më e bukur, më e populluar. Sot vizitova Kalan, muzeumet në Kala dhe Ngela e Manitur. Ishte me të vërtet shumë e bukur, pamja njerë ishte fantastike. Sigurisht që jo nuk mjafton një ditë, për mendimin tim të paktën 3-4 ditë do t'jenë të mjaftueshme për të parë gjithë të vend kaq të bukur. Unë për vete po kënaqem dhe shpresoj që mami dhe babi të shndrojnë akoma më shumë se një ditë. Për administratorët kjo verë po shënon një sezon të mbar me një numër të konsiderueshëm turistësh dhe gjallëri të shtuar në qytet. Të gjitha hotelet, të gjitha restorantet funksionojnë shumë mirë në këtë moment. Flasim. Duhet të ne, do me thënë, po shtojnë aktivitetet, sa më shumë aktivitetet e ketë, aq më mirë është dhe për ne turizmin. Sepse turistët vinë, duan të kenë dhe një aktivitet të dalin në darkë, të shikojnë një këngëtar, të shikojnë diçka, të argëtojnë, do me thënë, atmosferinë, vetëm duke ngrënë në restorante dhe duke vizituar. Darka është shumë e bukur për ta dhe e pëlqejnë. Vinë spanjoll, tani është momenti që vinë dhe italian, vinë, do me thënë, moshat e reja, sepse duke patur shumë nxehtë, nuk mund të vinë moshat e vjetra, nuk ta përballojnë. Por si shikojmë neve nga pronotimet që kemi në shtator, tetor, do të vinë moshat e vjetra, do me thënë, do të vinë shumë grupe. Ne duhet të rritim standardet, ne duhet të punojmë akoma më mirë me shërbimin, me ushqimin, me akomodimin, me të gjitha, do me thënë, duhet të kemi, por neve kemi, do me thënë, kemi ecur në këto drejtime, por kemi mundësi të ecim akoma më shumë dhe akoma më mirë. Dhe teksa vera vijon, rrugicat e Gjirokastrës mbetën të mbushura me jetë, duke dëshmuar se magjia e qytetit të Gurt vazhdon të tërheq vizitor nga i gjithë bota.